Sot në Narracion kam të ftuar psikologën Vlera Bukshi. Do të flasim për diçka që na prek të gjithëve, por pak e pranojmë, komplekset që na i krijon shoqëria. Vlera, mirë se erdhe në Narracion. Mirë se u gjeta, Zamira. Faleminderit shumë për ftesën. Çfarë është një kompleks në kuptimin psikologjik? Zamira, komplekset do të thotë nuk lindin rastësisht si asnjë cilësi ose dukuri brenda nesh. Gjithçka e ka një bazament që asnjëherë nuk mundemi me i ikë fëmijërisë hershme. Se na funksionojmë si tritun, por realisht çdo kompleks, çdo reagim e ka bazën diku. Ndoshta na sot e kemi një interakcion me një person të caktuar, po jo gjithmonë reagimet tona ndaj personit, qasja jonë ka të bëjë direkt me personin, po është çështja jona që na vazhdimisht si njerëz projektojmë. Me projektu i bjen që ato ndjesi që na i kemi i veç i adresojmë te dikush tjetër, për shkak se nuk dijmë çysh me i kanalizu ose çysh me ju dhon kuptim. E që me ju dhon gjanave kuptim ka tepër rëndësi. Kështu që komplekset janë ato vetit tona të cilat na bojnë me u ndje inferior në momente të caktuara, që ndjehemi inferior për x arsye. Secili njeri mundet me pas komplekse nga më të ndryshmet, varësisht mënyrës që është rrit, varësisht mënyrës që është trajtu, që është trajtu ati mendësia, që është trajtu mënyra si e ka shpreh mendimin si fëmijë, mënyra si është komentu dukja apo pamja e tij, mënyra që është komentu, që ka ndërvepru me fëmijët e tjerë, mandej çdo relacion, jo vetëm familja, po edhe shkolla, e ka atë efektin e vetë në ndërtimin e komplekseve tona. Na shohim për shembull në përditshmëri njerëz ose vajza të reja që janë edhe gjatë punës përditshme, sidomos të adoleshentet, që janë vajza shumë të mira, të bukura, por realisht kur hyn seancë me to, e sheh që ato e komentojnë veten shumë ndryshe prej asaj që ti e sheh realisht. Domethënë është ndërtimi i disa komplekseve të cilat mandej përveç fëmijërisë ato fuqizohen me kalimin e kohës, sepse të tjerët na trajtojnë që na realisht e mendojmë dhe e shohim veten. Për shembull, e kisha marrë një shembull të një fëmije. Kemi pa gjithmonë në një klasë ekziston një fëmijë i cili bullizohet vazhdimisht. Edhe na mundemi me mendu, me thonë, pse bashkë, edhe pse të gjithë po shkojnë ka kë, se pozicioni i tij, vetveti, domethënë ai qëndron te banka një farë forme edhe rrin si i gati, okay, unë jam këtu, ju mundeni me bëj çfarë doni. Vet pozicioni i trupit, vet mënyra që na e marrim qëndrimin e caktuar e tregon mënyrën që kanë të tjerët me na trajtu. Edhe tash kjo mandej normal që vazhdon tutje edhe ndërtohet në këtë formë. Edhe na kjo automatikisht ndërtohen komplekse përmes të cilave na mandej e kemi problem me u qas ose me marrë veprime të caktuara të cilat munden me ndërlidh me çat X kompleks. Pse njerëzit kanë frikë nga gjykimi i të tjerëve më shumë se sa nga gabimi i vet? Po unë e thash njeriu projekton. Edhe që ky projekcioni na man, ose një farë forme na mundëson funksionimin. Edhe nuk është keq me projektu, nuk është keq me i transmetu që ato ndjesi tona, çdo njeriu funksionon. Po pse i friksohet gjykimit të tjerëve, këtu varet prej shumë faktorëve. Se në aspektin psikologjik që kjo është pak, s'më me thonë që është e met, ndoshta është e mirë se na zgjeron diapazonin, për shkak se kur 1 + 1 nuk bojnë 2. Edhe kur unë, ose ti, ose tjetri, nuk i friksohem gjykimit të tjerëve për të njëjtën arsye. Secili e kemi një arsye brenda vetes tonë që i friksohemi diçkafit, në këtë rast gjykimit të tjerëve. Për shkak se për ne, na si shoqni, jemi rrit shumë me idenë që mos del se ko i shit, mos e bën këto se aj, mos e bën këto se kë. Domethënë nuk kemi shumë pak pyesim ç'është ti po ndihesh në raport me çet veprim, me çet dalje, me një veprim X caktuar. Domethënë gjithmonë nuk kemi tentuar me kthy njeriu te vetja vet, që është baza një mirëqenie emocionale dhe psikologjike. Po gjithmonë fokusi jon ka qenë tek të tjerët.
E tash, kur fokusi është tek të tjerë, gjithmonë në bazën tonë familjare, mandej normalisht që na kemi me pas me ma shumë rëndësi që ka tjerë të po mendojnë se so që shune po ndihem. Kur tjerë të ma provojnë, na e dim shumë shpesh so shumë njerëz kanë nevojë me u validu ose me u aprovu. Pavarësisht që për një veprim caktuar janë të bindur që është mirë, po momentin që dikush e ngrit një pikë pyetje me çat veprim, okay, stepet. Domethënë, kjo ka të bëjë kryesisht me bazën e vetbesimit tonë. Me bazën e vetbesimit, e që vetbesimi kryesisht ndërtohet në fëmijërinë e hershme. Kur përmendi fëmijërinë e hershme, nuk do të thotë që neve duhet të gjithë të rriturve, duhet me i hup shpresat e ndryshimit, se ndryshimi mundet me ndodhë nëse na dojmë, gjithsesi. Por të paktën ata të cilët po rrisin fëmijë me ditë rëndësinë e qasjes edhe të prindërimit për shkak të këtyre faktorëve matutje. Jo pse një prindërim super ekstra i mirë ka me ndjerë një fëmijë super ekstra të mirë. Për shkak se na kemi prindër që i kanë 2-3 fëmijë, po nuk janë gjithë njëjtë. Për shkak se as prindi s'ka qenë i njëjtë, pavarësisht që me emër e me mbiemër janë 2 prindë të njëjtë, po prindërit nuk kanë qenë të njëjtë në rritjen e tyre, në mënyrën që kanë rrit, në mindsetin ose apo mendsinë e tyre që kanë pas, në aspektin e tyre financiar që kanë qenë, mandej rrethonat sociale që ata kanë jetu, nuk kanë qenë të njëjtë në të gjitha këto kontekste gjatë rritjes së të 3 fëmijëve. Edhe kjo e bën, domethënë që rritja me qenë ndryshe, po dhe reaksioni i fëmijëve ndaj të njëjtit veprim të prindit me qenë ndryshe. Për shkak se të ne na 10% në aspektin, me thonë, shkencor, 10% i bartim është trashëgimi gjenetike e cilësive e mënyrës që funksionojmë, mirë po e strukturës tonë të karakterit, po pjesa tjetër komplet varet, me thonë, prej faktorëve të jashtëm, duke fillu kontakti parë joni është me prindërit ose kujdestarët, mandej me të tjerë, vëllezër, motra, këndo që e kemi, mandej vazhdon tutje me lagjen, me kopshtin, me shkollën, që të gjithë këta faktorë ndikojnë në rritjen edhe zhvillimin tonë si njerëz. Pse një grua ndihet e pavlefshme nëse nuk punon jashtë shtëpisë? Gruaja nuk ish ndje asnjëherë e pavlefshme nëse kish qëndru vetëm në shtëpi, nëse këtë kompleks nuk e kish ndërtu shoqëria. Edhe nëse këtë kontekst nuk e kish ndërtu industrializimi ose, domethënë, kjo pjesa e përfitimeve financiare. Për shkak se në aspektin psikologjik njihen si arketipe. Arketipet janë ato nevojat tona të pavetëdijshme, që në aspektin fetar janë natyrshmëri. Po që ndërlidhet shumë mirë kjo pjesë. Të gjitha pjesë psikologjike ndërlidhen shumë mirë me aspektin fetar, po me që ra fjala në këtë rast me arketipet ndërlidhet shumë mirë, për shkak se një grua kur është vajzë edhe rritet, vetvetiu e ka nevojën e mëmësisë. Është nevojë, është arketip. Do thonë është pjesë pavetëdije kolektive, që kërkush nuk e din, pse secila grua ka nevojën me qenë nonë. Edhe na e dim se shumë njerëz sot investojnë në IVF, domethënë për me arrit te arritja e kësaj ideales një farforme për një grup për me pas rolin e nanës. Mandej normal që edhe kjo pjesa e kur lind fëmia me arketipet, lind me nevojën për me u kujdes të tjerët për ta. Vetveteu fëmia e din në formë të pavetëdijshme që dikush duhet më marrë me to me ushqy, dikush duhet më kujdes, domethënë, për to. E kështu që çto janë nevojat e linduna të gruas, të njerëzit. Po, shoqëria jonë, shumë komplekset tona lidhen me pjesën e shoqërisë, me të tjerët. Domethënë, e ndërtojnë një kompleks të caktuar që një gru duhet, domethënë, me qenë e punësune për mu vlerësu, që nuk qëndron as pak. Për shkak se na dim shumë gra që janë shumë të zojat, janë shumë të arritura në aspektin fillimisht familjar, domethënë të cilat kanë rrit fëmijë, kanë eduku, e mirëmbajnë familjen, edhe po nuk punojnë.
Për X arsye, nëse nuk gaboj, vitin e kalun në podcastin tim e kom pas të ftuara 2 gra, shumë të zonja, të dyjat ekonomiste, që njëra prej tyre ka punu dhe tjetra jo, dhe pikërisht e kom pas shumë të nevojshme me nxjerrë në pa, që një gru që vendos mos me punu nuk do të thot që nuk është e aftë. Por ajo ashtu vendos. Sa gruaja do thot shkollohet, mirë po nuk e nxjerr në pa ose nuk funksionon në bazë të atij profesioni. Pse? Sepse ashtu e vlerëson, ashtu e ndjen. Me thonë na shumë pak pyesim, qysh ishte pyetja pak më herët të gjykimi i shoqënisë. Na shumë pak e pyesim veten qysh po ndjehena unë ose qysh po ndjehesh ti. Po gjithmonë domethënë mendimi që çfarë po thot shoqënia. Po le të thot shoqënia çka don. Domethënë është ideja që na me qenë rahat me veten tonë. Për shkak se nëse na bujmë diçka që nuk jemi rahat me veten, asnjëherë nuk kemi me qenë mirë. Kjo varet shumë prej strukturës karakterit. Ka njerëz të cilët e kanë të nevojshme me funksionu dhe mund jetë produktive dhe jashtë shtëpisë. Ka njerëz të cilët e kanë të nevojshme me qenë produktiv vetëm brenda mureve të familjes. Edhe kjo nuk kanë duhet, po mendoj që është koha, edhe shumë mirë që po flitet, me u thy çto barriera të kota, që për mua janë shumë të kota, që një gru me e bo mundje inferiore për shkak se ajo nuk punon. Me thonë, me rrit fëmijë, na e dim, se cili vend pune e ka një menaxher, apo e ka një njeri i cili mirret me funksionimin e stafit. Edhe në shtëpi duhet me qenë dikush që organizon, nëse na krejt fillojmë, domethënë, secili me marr rrugën tonë, atëherë çfarë po mbetet? Kush po mbetet atë me menaxhu? Qysh po shkon? E nëse celula e shoqënisë që është familja, me thonë, decentralizohet një farë forme ose nuk funksionon si ekip, atëherë ku po mbetet shoqënia? Nuk kemi mundësi me funksionu si shoqëni në tërësi e shëndetshme nëse familja nuk është e shëndetshme. A i bie kjo që puna është e barazvlefshme me vlerën personale? Me vlerën personale nuk mendoj që është e barazvlefshme, për shkak se një gru është shumë e vlefshme edhe gjatë kohës kur ajo vendos mos me punu. Për shembull, ka gra të cilat vendosin mos me punu gjatë kohës kur i kanë fëmijët e vegjël. Edhe që është tepër e mendun e mirë, është veprim jashtëzakonisht për mu vlerësu që një grup për shkak se është sakrificë një farë forme. Nëse ti shkollohesh, e di që familja jote ka investu te ti, edhe mandeti automatikisht po i bjen që ato shpenzime nuk po i nxjerr, për shkak se nuk po investon në edukimin e fëmijëve to. Po është diçka që shoqënia duhet me vlerësu shumë, pse çata fëmijë nesër pas nesër kanë me qenë pjesë e kësaj shoqënie. Çata fëmijë kanë me ndërvepru me shkollën, çata fëmijë kanë me ndërvepru me një vend pune në të ardhmen. E një edukim i mirë i tënë i mirëfill ka me pas pasoja ma pak shoqënia nesër për një fëmijë i cili ka pas kujdes. Kështu që nuk e kisha ndërlidh asnjëherë vlerën e një grus me pozicionin e saj që e ka publik. Për shkak se ka njëherë nuk do të thotë që një njeri shfaqet ma shumë publik është ma i zoti ose është ma... Sidomos sot. Sa njeri shfaqet sot publik, do me thonë edhe pa desht me tinglu paragjykuse ose ofenduse, po që nuk është që ka ndonjë vlerë që ja kish vlet me... Sot shumë ma pak kemi përfshirje të njerëzve të mirëfillt në media. Edhe kjo po na bën me tregu që në hije, ka njëherë je shumë ma produktiv, edhe nuk do të thotë që duhesh gjithmonë me qenë i zëshëm edhe i dukshëm për me qenë njëri që mu ditë që jetu bo diçka të madhe për shoqëninë. Shpesh herë e kemi edhe kompleksin kur i dërgojmë fëmijët në kopsht. Çfarë të bëjmë me veshjet e shtrenjta? Këto veshjet e shtrejta, normal që jenë element tjetër i cili ndikon të ajo pjesa e komplekseve. Po që tash jemi në mes të dy ideve. A duhemi me plotësu fëmin, me ableq ato veshje, pavarësisht a mujmë a nuk mujmë si prindër, që ai mos mundje i kompleksun, apo duhemi me eduku fëmin që një veshje nuk e determinon atë statusin ton social. A e kemi firmë, apo e kemi veshje, do më thonë një dyqani, një butiku shumë normal. Me eduku, gjithmonë shumë ma, ka njëherë, për prindin është shumë ma e letë,
mu ngushtu pak edhe me kalu komplet në firmato. Dhe më thonë, me i ble pse se s'ki nevoj për shumë energji. E tash e jona është, a me shpenzu ma shumë energji në punë, që me arrit koston, me aplëcu fëmis që ato dëshira, apo me shpenzu ma shumë energji në edukimin e fëmis, që a i me kuptu që firma nuk ka në i kuptim ku me ditë sot madhë. Se prap, të gjitha rrobat hynë në një lavatriqe, lohen edhe thohen, edhe nuk është që ka ndo një specifik tjetër, ato okej, ndoshta munden me u prish ma vështirë, po nuk është të fëmijët ideja që qysh pastrohet ose a prishet ma vështirë. Ata është ideja me figuru firma. E kështu që gjithmonë ma i mirë është edukimi, është ma i vështirë, por që ndikon në komplet jetën e fëmis. Më thonë, investon, kërkon kohë, kërkon energji, kërkon mund, jo shumë të vogël, që prindërit shumë shpesh edhe në seanca në kohën punë shumë po foli, po nuk po funksionon. Unë i thom, nuk merr vesh. Fëmia gjithë çka merr vesh. Vetëm neve na ngutet. Dikush, dhe më thonë, asë një fjale prindit, asë një veprimi prindit, nuk është në humbje, nuk shuhet. Nëse nuk kemi me pa rezultatin për një javë, 2 javë, 1 muj, gjithmonë, na e dim shumë mirë që kur rritem, më thonë, çdo detaj, çdo zhurmë, çdo aromë, çdo vend, ka me na kthyn fëmiria, po. Edhe tash të fëmijët, automatikisht, çdo fjalë tona gjithmonë kanë mi kthy atë. Më thonë, ku asnjëherë nuk duhemi mu zhgënjy që fëmia nuk po më dëgjon, fëmia nuk po merr fjalën. Ai ka me përdorë ato kur ati ka më desht. Kështu që gjithmonë më e mirë është me ofru edukim që fëmia me kuptu që firma nuk ka vlerë, se sa me punu shumë, me shpenzu energji në punë, edhe fëmia mos me pas prezencën tënde, edhe do me thonë që me e bind ato që okej, mja plotsu një veshje me firmë. Sot për sot, a i shohim fëmijët si kartë vizite të statusit tonë para të tjerëve? Nëse po mendon kartë vizit, do me thonë sa shpenzojmë për ta, ka gjasa që shihet që ashtu. Edhe nëse realisht është një ajo në sheq ashtu, sinqerisht është shumë e dhimbshme, për shkak se pra po kthen ajo puna e firmës, edhe nëse e shohim një fëmijë me firmë, i cili bën veprime jashtë normave sociale, të cilat nuk janë veprime të mira në shoqërinë tonë, i bullizon tjerët, i degradon tjerët, edhe një fëmijë i cili është me veshje shumë normale, të pastërta, mirë po që nuk e ka një firmë të caktuar, të njohur, qysh vlerësohen, atëherë shumë më e mirë është, do me thonë, nëse vlerësohet fëmia që ka veshje shumë normale, edhe që ka një sjellje shumë të mirë, edhe të këndshme, edhe të afërt, edhe që nuk i bën tjerët me u ndje keq, për shkak se ka njëherë kjo të ushqyerit e kësaj ndjesisë fuqisë, përmes firmave, ose përmes veshjeve, ose përmes statusit social të prindërve. Do me thonë, ndikon jo mirë në atë zhvillimin afatgjatë fëmis. Bile prindërit, pavarësisht çka ja kish vlejt me e cek në qëtë rast, është që prindi edhe kur ka rritje të mëdhaja, do me thonë, qoftë profesionale, qoftë biznesore, çfarë do, para fëmis me tentu gjithmonë me qëndruaj prindi thjesht, se për parafnisje prindi, nuk kemi nevojë, do me thonë, gjithmonë me transmetu të fëmija ati idenë që, hej, kush jam une çka bëj, të fëmija me qenë, do me thonë, shumë të thjesht, në mënyrë që ai mos me ju fuqizu që ky agresioni, sidomos të djemt, për shkak se fëmija, i përmenda ma herët ato arketipet, edhe djemt e kanë, do me thonë, të lindun këtë pjesën e agresionit, është mashkullore, e që na sot tentojmë përmes këtyre formave të ndryshme të feminizmit me e shu. Nuk është ideja që me e mbështet agresivitetin, absolutisht jo. Mirë po është natyrshmëri mashkullore të cilën nuk duhemi me tentu me e shu, për shkak se nuk mundemi me ndryshu pozicionet apo rolet gjinore, të cilat do me thonë jenë edhe në aspektin psikologjik që ndrojnë, mirë po edhe në aspektin fetar, kanë shumë kuptim. E tash, nëse na një djale ushqej me qëto që hej, baba kush është, baba jëtë, ose unë blej firma, unë e bëj kështu, edhe pe fuqizojmë që të agresion. Në agresionin duhemi me tentu me e balancu, as mos me e shu, po as mos me e fuqizu që ai nesër pas nesër me pas do me thonë pasoja.
Si ndikojnë rrjetet sociale në krijimin e komplekseve të reja? Sot rrjetet sociale janë një formë e re e ndërtimit të komplekseve, që nuk ka qenë më herët. Nëse më herët është ndërtu një kompleks që përmenda më herët shkollë, brenda familjes, me fëmijë agjes, dajes, tezës, sot I kemi rrjetet sociale që është zgjeru shumë ky rrethi prap po kthehen atë puna e përditshme që shumë vajza edhe djemt të ri, po tek djemt është më pak e theksune për shkak se domethënë djemt edhe kur janë adoleshent në seancë janë shumë ndryshe prej vajzave, për shkak se tentojnë vazhdimisht me I fsheh, për dallim prej vajzave të cilat eksplorojnë shumë, janë më ekspresive me I ndo, domethënë këto përjetimet e komplekseve. Ku sot për shembull një vajzë si shkon dita dhe java t'u quajt se më kanë bo sticker në snap, domethënë që I bojnë tash, e nxojnë në një pozicion të caktun edhe që më herët nuk ka qenë. Këto janë elemente të dhimbshme që prindërit e kanë një rol, edhe shkolla e ka një rol të jashtëzakonshëm me I ofru fëmijëve mbështetje që me e kuptu, domethënë gjithmonë po kthehemi te edukimi. Edukimi me kthy te vetja. Qysh unë po ndjehem, për shkak se sot më shumë se kur kemi nevojë mu kthy te vetja, për shkak se na nuk mundemi me menaxhu klasën mos më mbu sticker mu snap. Nuk mundemi 30 nxënësa me I menaxhu. Kështu që gjithmonë me tentuar mu kthy te vetja dhe me ditë çka unë du, çka po ndikon te unë, çysh po më bën mu ndje një veprim I caktuar, edhe çysh unë muj me eliminu çet ndjesi. Okej, dikush po më poston diku. Në rregull, s'ka problem. Është çështje e tij çapo don me bu, jo e jemja. E tash pse se unë e tjerë s'muj me I ndryshu? Kush nuk mundet me I ndryshu tjerët? Kështu që rrjetet sociale janë burim shumë I madh I ndërtimit komplekseve. Por që prindi ka shumë nevojë, mos me I injoru çto ndjesi. Kur fëmia vjen edhe çon, jo për shembull prindërit zakonisht tentojnë me fuqizu fëmijët, thonë hajt, s'ka der çapo ta nin, që s'është kur gjuh jo. Okej, për ty si prind, unë e di që prindi tenton me e minimizu ndikimin e një X elementit në rrjetet sociale përmes kësaj forme. Mirë po gjithmonë me tentu me hyrë në brendësinë e fëmisë, me kuptu është rrugtim më I gjatë, unë e kuptoj, ndryshe është ti me majt një fjalim 7 minutësh, 10 minutësh, edhe me ta marrë mendja që u kry. Edhe ndryshe është me tentu me gjurmu te fëmia, kërkon më shumë kohë, po gjithmonë gjurmimi është më I mirë, me kuptu qysh me hyrë në thellësinë e fëmisë, që ai me arrit në formë graduale me e shfuqizu ndikimin e rrjeteve sociale të ai. Pse ndjehemi të detyruar të kemi gjithçka perfekte, shtëpi, punë, fëmijë e lidhje? Perfektja na jemi shumë të vetëdijshëm të gjithë që nuk ekziston. Sot më shumë se asnjëherë, domethënë kemi në rrjete sociale, familje, nana, çka do, të rinj që shfaqin veten, domethënë të një jete perfekte. Por realisht që aty është një përqindje shumë e vogël e jetës tonë, e ditës tonë. Na gjithmonë bojmë postime me momentet tona të lumtura, qoftë me familje, qoftë me shoqni, kur kush nuk del edhe me thonë që hej, unë sot kesh keq, shumë rrallë. Dhe krejt I qesin momentet të kesh, pa ajo buzëqeshja është disa sekondëshe, nuk është që, më thonë unë qëtash për bëj një foto, po buzëqeshi edhe jam okej. Nuk do të thotë, pas shumë buzëqeshjeve që na I shohim, në ato video, në ato fotografi, ka shumë dhimbje. Tash, me këto na nuk kemi nevojë me u gëzu, absolutisht jo, mirë po me kuptu që ndikimi I rrjeteve sociale të na me qenë shumë I vogël, edhe me ditë që perfektja nuk ekziston. Nana sot për shembull ka që vinë në për seanca dhe thojnë, po unë e pesho pi përcjelli nanat në për Instagram edhe unë nuk I kam atë që ato lukt që ato I përdori, nuk I kam pjatat që ato I përdori, nuk I kam ushimet se nuk kam mundësi me I ble. Domethënë është e dhimbshme, sinqerisht që një nanë është çaq e përkushtune për rritjen e fëmijëve vet, edhe brengoset, edhe mërzitet, edhe shqetësohet, pse nuk I ka ato mjete, pse nuk I ka ato kushte. Po na duhemi me kuptu që kur gjë më shumë nuk vlerësohet se sa prezenca e prindit, se sa ndjesia që ti e përçën te fëmia jot. Fëmia lugën që ushqet ai nuk e din çfarë firme ka. Fëmia e din ndjesin, shikimin ton në sy ai e ndjen. Ai e ndjen prezencën tonë kur ti ushqen, edhe ai, domethënë
e ndjen atë mënyrën që shti fol, që shti transmeton energjinë, a je të fokusu të fëmia, apo je të fokusu të telefoni, ose të disa bisedat punës, ose çka do. Dhe më thonë, kështu që duhemi me tentu me qenë sa ma real me veten, sa ma me kom për toke, në mënyrë që na për shembull në aspektin psikologjik e kemi tokëzimi ose grounding, është një ndër elementet më të rëndësishme, më thonë që na me kthy veten, me provu me qetësu veten, me relaksu veten. Edhe kur thojnë ka njerëz kur çai bën tokëzimi me ra me kom në tokë. Domethënë që kjo është gjuhën tonë të përditshme. Me ra me kom në tokë edhe me ditë që hej, fokusohu qëtu, e leja ato storyt e Instagramit, e postimet, e gjanave që bohen jenë 5 minutëshe, po që realisht një nanë, ose një njeri, një blogere me bu një qasi video, më thonë, sa nervozat i kalën, sa shqetësimet, sa frustrimet për me bo që ato, nuk ja vlen, definitivisht. Jo pse jam kundër, absolut, se secila nanë, ose secila e re që poston content të mirë fillt, edhe ka efekt pozitiv të tjerë, pse jo, ja vlen, mirë po na, kush do që e shikon, mos me leju veten me pasat ndikimin, më thonë që hej, që unë sa poshtë jam, që kjo qa po bën, jo, se cili e ka formën e vetë që shkontribon, në një formë caktune, qoftë në familjet vetë, qoftë shoqni. Cilat janë komplekset më të zakonshme të burrat dhe të gratë, domethënë personat e rritur, që janë të pranishme në shoqërinë tonë? Po tash, komplekset nashta shumë janë individuale. Edhe me unda me baza gjinore nashta mundet me qenë pak e vështirë. Mirë po gjithmonë është ajo ideja që burri du të kryesisht me pasat, do me thonë atë forcën, fuqin, ndërsa gruaja e tash kompleksi tjetër që ma herët ka qenë te gruaja butësia, mirësia, ajo ideja që do me thonë me qenë brenda familjes, tash që to dy role po jënë të luftu bashk. Edhe luftan mes këtyre dy roleve është të shkaktu shumë ma shumë pasoja se që po flitet edhe që po shihet. Për shkak se çiftet sot, edhe kur vinë seanca, gjithmonë problematikat kryesisht janë për shkak të kohës që nuk ja kushtojnë njëri tjetrit. Pse? Për shkak të angazhimeve të mëdha, për shkak se secili është të luftu me arrit diçka. E në fakt kur e kçyrim ku po dojmë me rri, ku po dojmë me shku, duhet diku me aqit vetes një përfundim, mos me pas garë. Më thonë që kjo është ai kompleksi që është sot i përbashkët, për shkak se çka tendenca që na me i bo burrat edhe gratë njëjta që nuk janë të njëjtë në asnjë aspekt, as në aspektin fizik, as biologjik, as emocional, as psikologjik. Më thonë, po dojmë me ndryshu qatë arketipin që përmenda ma herët. Diçka të pavedishme kolektive, nuk mundemi me ndryshu, so është shumë problem. Kështu që me tentu që shto komplekse me i ul, në kuptimin që me marë veten shumë shtruar, me ditë pozicionin tonë, me ditë rolin tonë, se që çto komplekset po lindin ma shumë kur na nuk e dim rolin. Na jetojmë familje dhe kërkush nuk e din çfarë roli ka. Duhemi me ditë, na shumë shpesh do me thonë dalim kundër familjeve tradicionale që ka qenë, po jo se e kam pas një të mirë. Pse? Se secili e ka ditë rolin e vetë, sot nuk dihet kush ka rol, kush çfarë roli ka. Do me thonë, po shpërbëhet gjithçka, pavarësisht që na po tentojmë me thonë që hej, jemi të mri diçka. Por realisht duhemi mu kthy në bazë dhe me ditë që cili është roli im brenda familjes, se cili me pyet veten, në mënyrë që mos më arrit tek çto komplekset e panevojshme. Si ndikon krahasimi me të tjerët në humbjen e identitetit tonë personal? Krahasimi me tjerët asnjëherë nuk është mënyrë për me bo një vlerësim përfundimtar për veten. Për shkak se secili jemi strukturat ndryshe të karakterit, për shkak se secili kemi synime ndryshe, secili jemi rrit ndryshe, secili jemi trajtu ndryshe. Edhe tash që ky trajtim, normal që neve na bën unik, edhe me qenë unik, i veçantë në formën tonë, momentin që na krahasohem me tjerët, atëherë që kjo uniciteti jonë po zhduket, edhe une po dal me një gjithësi që s'po di ku mu kap, pe hupi veten të e kërku krahasimin me tjetrin.
Kështu që ka tepër ndikim negativ. Për shkak se asnjëherë nuk ka me na dërgu në atë pikën ku kemi me pas një kënaqje me veten. Po kjo gjithmonë lidhet edhe prapë po kthena te fëmijëria hershme ku na kemi shumë mu krahasu ose me vllaun, ose me motrën, ose me një fëmijë të klasës, nxënës tjetër, ose me një fëmijë të lagjes që fëmia i këtij, që ai shoku yt që bën atje, shoqja jote. Edhe mandje automatikisht kanë me na kalu vitet që na kemi me vazhdu me u krahasu. Po, që kjo krahasimi, prindi mos ta bën me fëmin, po të rritunit, të cilët jenë rritë të u krahasu, nuk do thotë që nuk munden me ndryshu. Mundemi me ndryshu. Duke tentu gjithmonë na mu kthy qysh jam unë, çka unë po kërkoj prej vetes. Jo të gjithë kemi nevojë me kërku prej vetes njëjtat gjëra, jo të gjithë kemi të njëjtat kapacitete. Edhe tash duke njoft veten, na e dim çfarë synime me i vendos vetes. Çfarë objektiva me i vendos vetes, nuk kam nevojën edhe Zamira me i pas objektivat e njëjta, se na jemi rrit ndryshe, kemi prejardhje ndryshe, kemi mosha të ndryshme, shumë çka kemi ndryshe. Po dhe me një vlla ose një motër që jemi rrit bashkë kemi ndryshe. Domethënë, kështu që me tentu gjithmonë me qenë unik në formën tonë, me vlerësu të vetja, sepse të tjerët prapë po them që ato që thash fillim na trajtojnë që ashtu që na trajtojmë ose e shohim veten. Ku dallon një kritik e shëndetshme nga një paragjykim i dëmshëm në raport me komplekset? Po tash komplekset vetë janë komplekse në formën e vetë, domethënë që shfaqen edhe që trajtohen. Edhe kur dojmë e kritiku dikën, domethënë kritika është diçka që na e bojmë kur e shohim një person në një veprim jo të mirë që na e shohim në formën tonë. Ndërsa paragjykimi është një mendim i gabun në raport me një dukuri të caktuar. Mendimi i gabun, më thonë, kur ti nuk e njeh, po vetëm e jep një opinion tëndin. E tash kur dojmë me qenë shëndetshme kjo kritika, ka shumë rëndësi njeriu me ballafaqu me realitetin. Jo mi thonë, hey, ke gabu qëtu, gabove tak, 1, 2, 3, 4, 5. Okej, ka momente nashta kur kërkohet edhe ç'kjo. Mirë po, ma e mira është me tentu njeriu me e pyet edhe me qit në kontakt me veten. Ç'sh mendove ti kur e tha çto? Ose ç'sh mendove ti kur e veprove çto? Më thonë se njeriu çështu e kthen te vetja. E bën me e pa veten, me ndje veten edhe me ditje me thonë veç pak, me reflektu me thonë ç'sh mendova une. Mos pas na mendu diçka të gabueshme, edhe pse njeriu jo gjithmonë ka me pranu kritimin, thonë faleminderit shumë mirë e pate. Jo, njerëz nashta kanë me reagu, kanë me qenë të frustruar, mu ballafaqu me veten nuk është shumë e lehtë. Mu ballafaqu me ato komplekset tona nuk është shumë e lehtë, se na gjithmonë mendojmë për veten mirë. Gjithmonë mendojmë kur i bëjmë veprimet tona, na nuk i bëjmë veprimet unë edhe tash kur po foli, unë gjithmonë tentoj me e bo ma të mirën prej vetes, po a e bëj? Të tjerët e gjykojnë, dhe më thonë në formën e vetë. Edhe unë e tentoj me e bo ma të mirën që po foli këtu, shembull për marë. Edhe kështu që kur i japim kritikat, me tentu me kthy njeriu te vetja, me kuptu ai vetë me kuptu për mes pyetjeve tona. Çka ti mendove me çto? Mu nuk më duk shumë arsyeshme që shpeshet ti, edhe nëse njerëz të reagojnë keq, nuk kemi nevojë gjithmonë me insistu, me bind që ke pas keq. Jo, leje. Ati pyetja jonë, ka me i mbet që atë, nëse s'ka me i hynë punë nesër, ka me i hynë punë mas 1 javë, mas 2 javë. Po, tash kjo varet edhe shumë edhe prej relacionit që e kemi. Ndryshe është raporti me një koleg ose kolege, ku ti e shfaq një kritik, ndryshe është raporti kur ti e bën me një shoqe shok, ndryshe është kur ti e bën me një familjar, etj. Vlera, si mund t'i shërojmë komplekset? Komplekset mund t'i shërojmë duke e njoft veten. Më thonë, sa ma shumë që e njohim veten, sa ma shumë që i njohim komplekset tona, sa ma shumë që jemi të vetëdijshëm për komplekset tona, qaq ma lehtë edhe ma mirë kemi me pas me i te i kalu ose me i shëru komplekset. Nëse na i ikim vetes, nëse na i ikim realiteteve tona, na kemi me pas ma vështirë me u ballafaqu, me i njoft komplekset tona, edhe me pas ma të vështirë me i shëru ato. Kështu që duke me njoft veten është proces pak i ngadalshëm, jo shumë i lehtë, po edhe kur të gëzohemi, edhe kur e kemi një mendim me thonë për veti, me thonë veç pak, s'jam unë e qështot. Jo, nuk ka shansa.
po me pranu, okej, veç pak se unë nashta jem qështu, po s'ka problem, okej, unë muj me ndryshu, unë muj me shkute, dhe më thonë, të ndryshimi. Kështu që me arrit me njoft veten, shërohet shumë qka tjetër. Vlera për fund, cila është këshilla jote profesionale në këtë aspekt? Ju kisha sugjeru të gjithve që dhe më thonë mendimit të tjerve mos me qenë baza e vlerësimit të vetvetes. Normalisht që secili njeri ka nevojë për një validim, ka nevojë për një aprovim prej tjerve, por mos me qenë ajo doza primare dhe kryesore. Na kemi nevojë për sugjerime. Më thonë, qysh është edhe si thënie profetike, me shpresë që kam me të drejtë, që thot Muhamedi alayhis salam, këshillohunin mes vete. Na kemi nevojë mu këshillu me njerëz, na kemi nevojë me arrit, do më thonë që me pas mendimin e tjerve. Por, jo me qenë gjithmonë, a këshillohem, okej, po kemi edhe një vlerësim të vetes tonë. Jo gjithmonë, fokus jonë me qenë, okej, më tha Zamira keq, unë jam keq. Jo, okej. Analizojmë çka tha Zamira, ose çka tha i tjetri. Kështu që të fokusohemi çka na dojmë, çysh na e dojmë edhe në përfundim me artë një vlerësim, unë e kijoni. Pa qenë mendimit të tjerëve bazë për ne. Faleminderit shumë Vlera që ishte në narracion. Faleminderit juve.